Miq të RTS Koçës, mirëmbrëma. Zonja dhe zotërinj, ju përshëndes që ndodhemi pranë ekranit ton, si çdo të hënë në orën 20:30 në emisionin ton Sport. Natyrisht, do të përcjellim emocionet e gjithë kësaj jave, emocione që vijnë nga fushat e blerta, nga parketi, por jo vetëm. Do të diskutojmë më gjithësisht atë çka ka ndodhur. Ka ekipe që kanë ngritur kupa, kanë ngritur trofe, ka ekipe që natyrisht kanë ndier gëzimin e fitoreve, por mbi të gjitha ne si zakonisht e fillojmë me futbollin. Por para se të fillojmë me futbollin, pa miqtë e mi në studio nuk mund të zhvillohet ky emision. Po filloj prezantimin, ata janë të njohur, por që gjithsesi prej këtij emisionit unë do t'i prezantoj. Po fillojmë me Pandush Kapetanin. Pandush, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Brenda Salim, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Fedrika Vangeli, mirëmbrëma. Ildi Merolli, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Me që jemi në kohë reale, do të desha pak të më thoshe se si po zhvillohen ndeshjet e Superligës, të cilat po luhen në këto momente dhe më pas do të diskutojmë më gjërësisht. Janë duke u luajtur dy sfidat e vlefshme për A Biznes Superiore, minute 70 e Gnatja Teuta 2-0 dhe minute 65 Dinamo Partizani 0-2. Pra, duket se do të jenë rezultate që ku ekipet kanë siguruar apo jo? Jo, janë rezultate surprizuese për sa i përket minutave të deri tanishme, kur natyrisht spikat kjo fitore e Partizani ndaj Dinamos, pasi është një rivalitet i fortë për sa i përket fazës së Final Four, pra kush do të jetë ekipi 4 i cili do të presë atë biletën për në Final Four, por ajo që ka bën përshtypje është kjo luatja e frikshme që ka pasur Dinamoja e Ilirdajës në këtë vitin 2026 dhe kjo ngritja me ashensore Partizan. Pandush, reale? Po, këtu jetojmë dhe shikojmë gjëra se si janë për hir të sportit dhe për hir të respektit ndaj futbollistëve dhe ndaj asaj më mirë ta themi reale. Që? Do të thotë? Do të thotë që rezultatet janë të drejta dhe Dinamoja po lëshon pe këtë kohë si duket. Brendon, Dinamo lëshon pe? Jo, unë kam shtypjen ka dhe probleme. Apo Dinamo po e shkelin tani? Jo, ka probleme dhe dëmtimesh. Dinamo në kupë e kaloi gjysmëfinale, Partizani s'ka objektiv tjetër përveç kampionatit. Presidenti Demi e tha që nëse nuk kapim me Europën këtë sezon do kemi probleme financiare për sezonin e ardhshëm, kështu që skuadra e ka detyrim përcaktime patjetër të tentojë, megjithëse edhe vendi i katërt nuk e garanton, pasi për shembull mund të ka Partizani vendin e 4, por nëse Dinamo e fton Kupën e Shqipërisë, Partizani me vend 4 mbetet jashtë Europës. Mos kemi diçka llogaritje kështu? Jo, nuk besoj se është herët për këtë aspekt, sepse varet si do të vejë gjysmëfinalja e kupës kur të hidhet në momentin që do të luajë kush do dalë çifti finalist i kupës. Po Dinamo nuk është se ka problem vetëm derbin me Partizanin, ka pasur probleme të gjitha skuadrat këtë fazë. Është një skuadër që të lë të luash dhe për fat keq në mbrojtje ka shumë dëmtime, probleme dhe Dita që është lideri i skuadrës edhe ai ka pasur shumë probleme fizike këtë sezon. Kështu që nuk e shikoj çudi, domethënë ka trajnerin ndoshta më të mirë në treg, ka edhe një skuadër shumë të investuar, po rezultatet nuk po i përgjigjen investimit. Ildi, në momentin që do të përfundojnë ndeshjet, lutem, do të më japësh rezultatet. Petrika, do të flasim pak me diplomatë sportistë, si i thashë themit? Shiko, tek pjesa e titullit, bashkojmë edhe unë me mendimin e kolegëve, sepse më vjen keq faktikisht për Dinamon, sepse ka një luatje që ekipet e Dajës nuk e kanë patur në këto vitet e fundit dhe rrezikon shumë daljen nga top 4, ndërkohë që sa i takon pjesës jo reale, mund të themi që është poshtë tabelës ku Bylis fiton me Vorën, Vora fiton fazën e parë, po edhe fitoret e tjera tani do shikojmë fitoret flamurtarit të Tiranës me këto ekipet e Kreut, sepse ato që janë pozicionuar në 4 vendet e para, ashtu siç ndodhi edhe vit me Skënderbeun, ku ne fitonim lehtësisht me Vllaznin, lehtësisht me ekipet e tjera që ishin në krye. Kështu që edhe këtë vit çu do shikojmë, do të ketë tolerime për Partizanin, për Tiranë, nuk duhet të çuditemi fare, sepse janë pjesë formula e re e kampionatit i lejon këto tolerime që mos shkojmë në fjalë tjetër. Në fakt desha të shtojnë diçka. Partizani ka qenë gjithmonë një ndeshje derbi. Dhe vetë goja derbet janë të paparashikueshëm. Derbet janë të paparashikueshëm dhe duke qenë të dy ekipet të njëjtit qytet, këto gjëra priten. Por duke parë investimin dhe pritshmërinë e Dinamos, cilësinë për berjen, duket pak ashtu. Megjithatë, derbi i ka të gjitha dhe prandaj është bukuria e futbollit. Brendon, duke parë pak këtë Superligë, shikojmë që të gjitha ekipet janë në garë, domethënë ka vend ku dikush mund të mendojë që janë brenda asaj që duhet të arrijë dhe jo, sepse dhe Teuta që teorikisht mund konsiderohet ai ekipi mezit të renditjes për momentin me rezultatet aktuale, objektiv ka dhe ai vendin e 4 minimumi, sepse Teuta ka investuar për Europë, kështu që
Nëse afërsht edhe Teuta me këto rezikone. Pati moment që shkëput shumë, tani për shkak të ndoshta kjo bën garën të bukur tani. Diferenca është 7 pikë nëse rezultatet përfundojnë kështu. Me këtë lloj mënyre, po. Megjithatë, pjesa e poshtë me renditjes janë të 4 skuadra në lojë, nga Bora tek Flamurtari dhe do të jetë enigmë. Pra luftojnë 4-2. Po, për 2 vende, sepse vendi 8 play-out normalisht, po që normalisht besoj që emrat të mëdhenj Flamurtari e Tirana, po për shkak të keq menaxhimit, pasi po të shikosh dhe shifrat, ndoshta Flamurtari ka buxhet këtë sezon më të madh edhe se sa në një ekip nga këto të kreut. Në studio që jo shpeshherë buxheti është ai që përcakton se ç'vend do të zesh. Ndoshta ndonjëherë edhe kur investimet i kot. Po nga vendi pretendimi për vend të dytë, ku diun ose për vend të tretë mund të biesh deri në vend të 7, po jo të vesh në vend të 10 në fund të renditjes. Po duhet të rikujtojmë mos harrojmë që dhe formula këtë sezon ka ndryshuar dhe besoj se gara do të jetë akoma më e luftuar, pra nuk kemi atë Final Fourin klasik me ato 2 ndeshje që e fiton kampionatin, por do kemi një mini kampionat mes 4 ekipeve të para, ju përgjysmohen pikët dhe aty do të ndeshen me njëra tjetër. Pra çdo skuadër e kreu do të përpiqet të jap maksimumin për të bërë atë diferencën me rivalët direkt. Kjo përgjysmim pikësh, të duket normal? Sepse të luftosh gjithë kampionatin dhe të jesh një diferencë për shembull për 9 pikësh dhe më pas të përfundosh me një diferencë 4 pikë, nuk e kuptoj. Edhe një herë, unë nuk e di ku e kanë gjetur këtë formulë. Jo, se këtë formulë profesore ka Greqia, Belgjika, që di unë jam ndjeni. Po kanë edhe shtetet e tjera. Më keq ishte ajo që ishte vit par vit që zeroheshin fare. Kur s'ke shumë ekipe që nuk ke infrastrukturën e dur për shumë ekipe, bëhet kjo model dhe ne hym në këto vende të cilat nuk kemi. Po s'kemi pse e bëjmë kampionatizëm midis 4 ekipeve. Nuk ka sens. Ato e bëjnë me gjysëm kampionati, domethënë gjysma e parë luan për lart dhe gjysma e nuk është sepse ka një zhvillim me 4. Sepse zhvillon në këtë formë, sepse shtrirja bën kohë më të gjatë, ti mundësinë që ti të marrësh shahun. Ti duke patur një minimum ekipesh, 10 ekipe, ti mund të shtosh një fazë. Por pikët duhet i lesh siç janë, siç ndeshën të tëra. Kjo e ka bukurinë e kampionatit. Gjithsesi ky është me limitim. Pak tek Superliga dhe do të kalojmë konkretisht tek kategoria e parë. Çfarë ka ndodhur Ildi këtë javë kur Engjia më ndihmon edhe me rezultatet e kësaj jave në pikërisht në këtë kategori? Po, u luajt java e 25 në kategorinë e parë ku u prodhuan këto rezultate: Bureli Iliria 0-0. Po. Kastrioti Besa 2-3, Kuksi Luftëtari 0-0, Laçi Apolonia 2-1, Pogradeci Korabi 4-1 dhe Skënderbeu Lushnja 2-0. Dhe pas këtyre rezultateve natyrisht vjen edhe renditja, të cilët do ta shohim pas pak çastesh, po regjia na ndihmoi. Pas 25 javësh kryeson Skënderbeu me 60 pikë, i ndjekur nga Laçi 57, në vend të tretë Pogradeci 52, Iliria e vendit 4 34, Kastrioti 33, Bureli 32, Besa 31, Korabi në vend të 8 me 28 pikë, Apolonia 24, Luftëtari 20 dhe mbyllin tabelën Lushnja me 20 dhe Kuksi 17 pikë. Po Ildi, të falenderoj. Padosh, 3 ekipet e para duke sikur të po bëjnë një kampionat më vete, 2 ekipet e fundit duke sikur janë një kampionat më vete. Atë desha të thesha, shikoj një diferencë të tmerrshme pikësh midis 3 vendeve të para dhe ekipeve që ndjekin. Tani 17, 50, nuk e besoj. 52 me 34 plot, 18 pikë. Ore Djema, kjo bëj një pyetje. Rezultatet e ndeshjeve ose ndeshjet direkte që kemi parë midis këtyre ekipeve, ju mbushin mendjen që është kaq e thellë kjo diferencë midis këtij pikavarrazhi? Fusha ka treguar që jo. Fusha ka treguar që jo. Atëherë çfarë ndodh? Ka lënë pikë me njëra tjetrën skuadrë, domethënë nuk ka pasur asnjë skuadër që të ketë vazhdimsinë e këtyre. Pra, në fushë kemi pasur vështirësi, po 3 skuadrat e para kanë marrë pikët, kurse Iliria, Kastrioti, Bureli, Besa e tjera me radhë kanë marrë barazime, kanë lënë pikë me njëra tjetrën. Un kam një teori tjetër. Besa ishte deri në kufit edhe 6 ndeshjeve që nuk ishte asnjë fitore dhe ngelet atje, domethënë 6 ndeshje, 7 ndeshje mos kesh fitore. Kjo tregon oscilacionet e ekipeve? Un kam një teori tjetër, deri në momentin që këto 3 ekipet e para arritën të shkëputeshin, këto ekipet e tjera, për shembull Kastrioti, Iliria, nuk është se kishin fuqinë për t'i ndjekur dhe pastaj nuk e kanë, domethënë varet në bazë të aleancave pastaj si kanë bërë, sepse ekzistojnë këto dhe kështu kanë ngelur në kuotën e pikëve që janë sot kësaj dite. Tani Petrika më doli aty ku dua të hap unë, ku e hapa unë temën e bisedës. Domethënë kjo ndarje frikshme midis 3 dhe 4 të fundit. Është një diferencë e jashtëzakonshme. Dgjoj. Mbi të gjitha sporti zhvillohet për publikun. Për atë çfarë paraqet ti në fushë, për atë çfarë bën ti në fushë. Këto aleancat
E di profesor ku dalë tek pjesa Petrik, që ta diskutojmë pak më vonë pasi. Jo, një sekondë do të them diçka interesante. E di pse dalë kam lidhjen e parë. te përfundimi i aleancave, sepse Korabi ose Bureli nuk luan një lloj si kundër Pogradecit, ashtu dhe kundër Laçit apo ashtu dhe kundër Skënderbeut. Dhe kështu dalim de facto ne që këtu ka të bëjnë diçka që nuk mund të shtrëngohet një ekip të bëj 100% të performancës me një ekip dhe të bëj 50% të performancës ose më pak me një ekip. Kjo diferencë që shikojmë midis ekipeve të vendeve të para dhe ekipeve të fundit është një diferencë e jashtëzakonshme. Por ne nuk kemi pa rezultate 5-0, 6-0, 4-0, kemi pa rezultate të ngushta. Bile kemi pa të rezultate aty golla të shënuar në minutën e fundit që ekipi i kanë kontestuar edhe ekipet me njëri tjetrin. I kanë kontestuar edhe ekipet me njëri tjetrin. Me mirëkuptimin tuaj miq, të kaloj tek lidhja e parë, kam në lidhje të drejtë për drejtë Ervin Baku në këtë moment. Regjia? Baku mirëmbrëma, të përshëndes. Mirëmbrëma. Është pikërisht Ervin Baku, miku i emisionit, natyrisht është pjesë e emisionit ton, edhe pse është larg, është pjesë e panelit e ne vetën, apo jo Baku? Po isha në stadium pjesën e parë në Air Albania dhe erdha këtu për të respektuar ty dhe emisionin tënd. U zgjinjeve nga Dinamoja dhe erdhe. Fillove ti me këto teoritë tua. Gjo, këtë emision ka, për këtë paguhet. Këtë emisioni thashë them ka. A paguesh? Po patjetër. Po pagesë s'ka gjë sot. Kurdo? Po pagesë sot s'ka gjë them. Okej, në rregull. Mirë që paguesh paktën. Baku, të falenderoj që gjithmonë je gatshëm për të qenë pjesë e emisionit tonë, natyrisht edhe në emisionin. Po çat bëj ty unë, po e di unë se i gatshëm isha, po çat bëj ty. Jo, natyrisht edhe ne të ndjekim emisionin tënd. Po respektin tënd dhe të emisionit tënd, ta dish mirë. Të falenderoj Baku. Gjo, se emisionin tënd e ndjekim shumë, Petrika është një nga ata që nuk le radhë në emisionin tënd 60 minuta në fushëtimin. Ja fola dhe me profesorin që ishte në telefonat sot e ndoqa. Sot kisha nderin të kisha edhe Pandushin në linjë të drejtë për drejtë telefonike dhe kisha një hero të sportit dhe një hero të voleybollit pogradecar, domethënë, një hero i vërtet. Dhe aq hero i vërtet është sa që këta që bëjnë këto klasa sportive të voleybollit dhe të basketbollit nuk kanë sy ta shikojnë dhe vesh ta dëgjojnë, e kupton? Sigur kishte Shqipëria një Llazi Kërxhalli tjetër, një qytet tjetër apo një Albert Kozmaj si Çkafieri dhe këto i injorojnë, e kupton, bëjnë projektet me klasa sportive pa marrë ato profesionistët që duhet marrin, e kupton? Më fal, me që kam mundësinë, dua ta përshëndes dhe profesorin nga kjo studio ma shkaz dhe nga emisioni juaj Baku sot me profesor Llazin. Është e vërtet kjo që thoni ju, vërtet është një hero në fushën e sportit. Unë gjithmonë kur flas them atë që mendoj, kur nuk di diçka hesh, kështu që Jo, është shumë e vërtet kjo që thoni ju. Jo se dhe ishte Flori Baku thotë një herë. E po mos Flori, absolut, nuk kam nevojë për ato Flori unë. Gazetarit duhet flas kur shikon gjëra të tilla, jo të hesht. Natyrisht, të bësh ti një projekt të klasave sportive në voleyboll dhe në basketboll dhe mos marrësh Llazi Kërxhallin në Pogradec, mos marrësh Albert Kozman në Fier, mos marrësh Todi Drizën në Vlorë, po ky është kulmi të kulmit. Është faji koordinatorëve të cilët përgjigjen për organizimin e këtyre aktiviteteve. Ashtu është. Vini, të përshëndes dhe natyrisht pyetja ime e parë, pasi pa diskutonim edhe në studio, ishte e tillë. Shikon një diferencë të frikshme ndërmjet tre ekipeve të para dhe gjithë ekipeve të tjera dhe kjo flet për cilësi, për nivel apo për diçka tjetër? Akoma ma bën këtë pyetje. Po pra, prej sa kohësh ta kam thënë që Skënderbeu me Laçin kanë kryer punë. Po. Do luajnë vetëm për atë 30 milionçin e vjetër që që fiton ai që merr kupën, që unë me ç'po shikoj do t'i shkoj Skënderbeut, po Skënderbeu dhe Laçi janë në abisnet superiore. Dhe Pogradeci që e ka siguruar tashmë vendin e tretë. Dhe mendoj me ç'kam parë, se i kam parë pothuajse të gjitha skuadrat. Këtë të shtun isha në Laç, pash Laçin me Apolonin. Po. Një javë më parë pash Apolonin me Pogradecin në Fier. Dhe konkluzoni Pse do thuash ti?
po sepse unë bashkë me fotografin Ferdinand Azitlari dhe me Petrit Pashollarin që ka makinë, bredhim në gjithë Shqipërinë. Dhe me që Pashollari është fotografi zyrtar i Apolonis, i kombinojmë këto. Të shtunën nga Laçi me Apolonia, shkuam pam ndeshjen e femrave mes Shqipërisë dhe Çekisë. Pra, për të ardhur aty me çka parë, patjetër që Pogradeci ka fituar vendin e tretë, po kushdo që të shkojnë vend e 4, 5, 6, unë ka përshtypjen që prap shikoj një Pogradec shumë të fortë për atë finalen e play-outit që natyrisht favorizon ekipin e Abisnet Superores dhe unë kam përshtypjen që federata duhet ta ndryshojë këtë në të ardhmen. Nuk ka pse ndeshja e vendit 8 e vendit 8 të Abisnet Superior me vendin e 3 kategorisë parë zhvillohet në fushën e vendit 8. Të një fusha seanse. Po, patjetër, ose minimumi me vajtjardhje. Me 2 ndeshje. Me 2 takime. Po. Baku, po të shikosh dhe po ta ndjekësh natyrisht ju ndiqni, kemi 4 java, 5 java, 6 të mos gaboj, që 3 të parat fitojnë dhe pastaj këtej vazhdohet. Kjo tregon nivel të lartë, cilësi, që bën diferencën, sepse ne po diskutonim që Skënderbeu ndodhet në kohën e 53 pikëve, ekipi i fundit e 17 pikë, diferenca të frikshme. Po, dëgjoj, ne pam që edhe pse u forcuan, unë isha aty e parë Skënderbeu me Kuksin, edhe Skënderbeu fitoi në frymën e fundit. Po siç duket këto skuadrat e tjera janë dorëzuar, pastaj patjetër që Skënderbeu, Laçi dhe pak më poshtë Pogradeci ka një diferencë me ekipet e tjera, kupton, dhe kjo është përkthyer më së miri në tabelën e klasifikimit. Kështu që unë mendoj që ky trend do të ruhet deri në fund dhe shikoj një luftë të ashpër. Ja, Besa është afruar 31 pikë, Burreli 32, Korabi 28, domethënë nga Korabi, nga vendi 8 deri ke vendi 4 me Ilirin janë, si thua, janë 5 skuadra për 3 vende, sepse e thash Pogradeci mund ta konsiderojmë në vend të tretë. Po, mendoni se do të jeni 6 javë ose 5 javë të fundit ato që do të zgjidhen dhe do na japin verdiktin final të ekipeve që do të bien, pra kur të kemi këto përballit e drejt për drejta, apo Kuksi këtë javë shpërdoroi një mundësi me luftëtarin? Dëgjoj, ato javë të fundit janë, domethënë, unë nuk mund ta them se dua të respektoj burimin, po për shkak një trajner më tha, dëgjoj tha, unë kam luftën me këtë tjetrin, tha se kjo do ma lër, kjo do ma lër, kjo do ma lër. Do me thënë, këto teori konspirative të Petrikës janë të sakta, që unë i di përpara Petrikës, se kam parë diellin përpara ti. Jo, Petrika po të dëgjon me vëmendje, Petrika e thotë. Edhe mësoj shumë nga Baku, thotë. Jo, para emisionit më thotë, ke Baku sot, thotë? Kështu që do ketë strat në fund, e kupton? Do ketë strat, por ato që do ta vendosin do të jenë përballje direkte mes Kuksit dhe Apolonis, Kuksit dhe Lushnjës, luftëtar, për shembull Lushnja pret luftëtarin këtë javë në Lushnjë. Kështu që do ketë gallat e madhe aty. Gallat thua, po do ketë shumë gallat. Po shkojmë çdo ndeshje. Po shkojmë çdo ndeshje, thot Petrika. Po, dëgjoj, ai djalë më pëlqen, e di për çfarë më pëlqen ai? Se shikoj veten time. Unë për shembull gjithë i them, unë shqyr që kam lindur, nuk kam qenë i madh në kotën Veroxhës. Se patjetër që do isha pushkatuar, se s'do rria do të pafolur. Dhe Petrika, bravo i qof, vazhdo kështu, po do guxim kjo, do... S'kam qarë unë bazë, unë ashtu si që kam analizuar sportin, kur nuk isha pise studiove, unë të njëtë në analizë bëj. S'ke ti që atë umbasësh, po një moment, vjen ai dhe të dëgjoj, ti nuk je më i dashuruar në studion tonë. Ka problem fare, pastaj do hap podcastin tim, kështu që... Nuk umbas asgjë prap. Dakor, ore, prandaj më vjen mirë sepse shikoj një më të vogël dhe ta admiroj, bravo i qoftë. Domethënë, unë këtë them gjithmonë, ore, unë nuk kam, unë pasuri kam shpirtin tim të lirë, këtë s'ma marrin dot. Sepse nuk e bdejnë dot, jam shumë i shtrenjtë, shumë i shtrenjtë. Baku, të falenderoj pa mas për këtë lidhje. Natyrisht gjithmonë je miku e emisionit ton, të gjithë nga studiot të përshëndesim, të urojmë një natë të mbarë. Faleminderit Ervin Baku. Javë të mbarë, faleminderit. Ishte pra Ervin Baku. Pandush. Taze nga fundi. Ku duash?
atje ku e la Baku. Unë jap shumë të drejtë, por do më pëlqente që këtu të diskutonim më shumë për nivelin teknik, për nivelin e kampionatit, për rezultatet e ndeshjeve, për këto gjëra dhe të mos hynim këtyre stradave të unë ndoshta them ndoshta vjen dhe nga një mënyrë e çuditshme e zhvillimit të kampionatit. Nga një mënyrë më mirë atëherë bëj kampionatin me 14, me 16 skuadra dhe leri këto fazat e treta. Pastaj filloi strada mos mbaroi me 16 ekipe. Jo, po leri këto fazat e treta se janë si të pa kuptimta. Shko profesor, për të qëndruar aty ku. Padosh, edhe me dy fazat ta zhvillosh. Unë po them nga ana në momentin e njëjtë historisë. Do ta hedhin esencën aty. Na ka aty. shoqëruar gjatë gjithmonë kjo problematik, nuk është se doli 2 vitet e fundit. Ata është menduar kjo me 10 për të shmangur mundësitë e aleancave. Megjithatë e nisa nga fundi Bakut dhe ta nis tash nga fillimi siç thatë që 2 ekipet e para do janë të planifikuara për në biznes superiore. Pra ti nuk shikon ndërmjet Laçit dhe Pogradesit do vazhdoj lufta? Lufta do vazhdoj deri në fund. Sepse 5 pikë diferenca, nuk është ndonjë diferencë e madhe. Lufta do vazhdoj deri në fund. Do jenë ato përballet e drejt për drejt që mund të vendosin? Do jetë ndoshta dhe do jetë ndarë. Ndoshta dhe do jetë ndarë sepse do ketë ndonjë gabim rrugës dhe duhet një gabim shumë i vogël për të që të ndahet 2-3 javë fundit. Unë thash edhe javën e kaluar, kush gabon nga të treja? Baku nuk e fut Skënderbeun, po unë them edhe Skënderbeu ka presion. Skënderbeu gabim nga të treja këto do të fillojë të rrit presion. Dgjoj, Skënderbeu ka siguruar kalimin. Skënderbeu ka siguruar kalimin në Superligë. Por po të flasim për matematikisht. Jo, matematikisht nuk e ka siguruar. Nuk flas për matematikisht. Flas në konceptin sportiv, në konceptin e kuptoj. Skënderbeu duke qenë atë 3 pikë. Sa javë janë ili 8 javë? 8 javë janë 24 pikë në lojë, nuk janë pak. Më fal, 2 gabime të Skënderbeut dhe të vjen Pogradeci në ndeshjet e fundit, të luan për fitore dhe pastaj ku është sigurimi ton? Sigurimi ton është kur ne fitojmë të paktën edhe sa the 8. 6 ndeshjet. Edhe 6 ndeshjet e ngelura. Jo, janë 8, po fitojmë 6, ne ato duhet fundit. Jo, po arritëm të marrim 4 të 24 pikë në lojë. Edhe Laçi do luaj me Pogradecin. Po janë 2 javë të fundit. Ne thjesht ne nuk duhet të gabojmë, nuk duhet jemi ne ata që do gabojmë në javën e ardhshme, kaq. Se po them, shikoj se ç'do të ndodhë nëse ka gabim. Kjo javë e ardhshme do na jap një pasqyrë akoma më të qartë. Kjo javë është po marrim ndeshjet e rivalëve. Pra Pogradeci do të luaj në Kavaj me Besën. Ndeshje vështirë. Skënderbeu e dim që do të luaj në Fier me Apolloni. Ndërkohë që dhe Laçi ka një transfer të vështirë në Peshkopi. Me Korabin. Pra këto 3 javë, nëse ekipet, do me thënë cila nga ekipet arrin të ecë një hap falës, atëherë do bëjnë të tjera kalkulime për sa i përket objektivit. Po pra, edhe më pas të mendojmë që janë dhe 7 javë, do me thënë vazhdon... Se nëse të 3-ja fitojnë, atëherë normale që rritet probabiliteti. Atëherë le të dikim kronikën se çfarë ka ndodhur këtë javë, natyrisht RTS Sport na ka sjellë ato ndeshje që janë transmetuar drejt për drejt, por natyrisht i ka përfshirë të gjitha dhe më pas diskutojmë këtu në studio. Të lutem regjia, pak kronikën e kësaj jave. Java e 25 e kategorisë së parë u lutej gjitha këtë shtunë duke prodhuar gola dhe emocione të mëdha. Laçi është vërtet monstruos teksa kanë poshtur Apollonin duke regjistruar fitoren në 11 radhazi. Kulminasin poshtur me vështirësi Fieraka duke u falur sërish talentit Molcimyrta. Dueli lutën Laçi si vruçën për të besuar dhe shënsorit të cilë provojnë nga distanca me Nergutin, por Kaça është spektakolar me ndërhyrjet e tij. Kuqësit do shtojnë presion në gjysmëfushën e mijëve dhe në manë të një godie standarde kalojnë përsi. Ledi Utresa asiston po Izol Shukun që me kokë dërgon në festë tifozët vendas. Kolizionoi ekipin e Jovanovic në fundin e pjesës së parë barazon rezultatin. Romario Sula me një të gjatë kalibrusët ndërshkon Hasan Bellin duke dërguar ekipet në domat e zhvesjes në ekuilibër 1-1. Fraksioni i dytë parë Laç me kërkues dhe falë insistimeve Olcimyrta si për dëshmuar se po zhvillon një sezon spektakolar i ktheu në përsi Kurbinasit. Apollonia i mbylli sfidën me 10 futbollistë pasi portieri Leonard Kaça i ndërshkohet me karton të kuq. Përfundimisht 2-1 me Laçin që vijot të ndjek në krye Skënderbeun, i cili nuk diskutoi suksesin në shtëpi me shifra 2-0 ndaj Lushnjës. Triumfi përmbysi hipotekoi dhe Pogradeci i vendit të tretë që theu në Gjorgji Kyçiu Korabin me rezultatin 4-1. Në takimet e tjera të javës së 1 dhe 5 në kategorinë e parë, Borrelli nuk shkoi më shumë se barazimi 0-0 ndaj Iliris. Në stadiumin Iliri Ballabani, skuadra nga Fushkruja u tregua më kërkuese, por gardiani vendas Sinan Dani rezultoi pakalueshëm.
Besa nga ana e saj befasoi Kastrioti në Redi Malogu duke fituar me shifra 2-3, ndërkohë që dueli mbijetesës mes Kuksit dhe Luftëtarit u mbyll pa gola. Kjo ishte pak a shumë, e çka ka ndodhur të javë, ishte një kronike përgatitur nga gazetari Enos Karca. Pandush, duket sikur shpeshherë ndihemi pranë atyre provyseve të mëdha, por nuk ndodh. Megjithatë, ne do të qëndrojmë pak tek ajo përballje e ekipit Skënderbeut me Lushnjën. Si do duk? Është ajo e njëjta pamje që kemi parë pothuajse çdo radhë dhe që kemi diskutuar. Skënderbeu është ekip për superiore dhe si e tillë duhet të vërë diktatin në fush. Ne nuk po shikojmë deri më sot një Skënderbeu që të vërë diktatin në fush. Dhe prandaj ishte ajo pyetja time në fillim fare, more djema, vërtet është kjo diferencë ka që të mërshme me gjithë këtyre. Ne nuk po shikojmë diktat në fush. Do me thënë, rezultatet e Skënderbeut kanë erdhur sporadikisht. Ja vetë po e shikojmë. Do me thënë, nuk kemi aty që presim ne një Skënderbeu të madh, pavarësisht se është se ku ndodhet, por një Skënderbeu të madh. Këtë nuk po arrim ta shikojmë dhe me ëndrrën për një ekip që do ngrihet në biznes superiore dhe të ballafaqohet denjësisht. Nuk e di deri ku, kemi kaq kohë që diskutojmë sot këtë radhë, por nuk po e shikojmë atë madhështinë. E kam thënë edhe një herë, madhështia e ekipit duket në numrin e shënimit të golave. Mënyra e lojës. Numrat i kanë shënuar si vit për numër golash, është skuadra që ka shënuar më shumë se të gjithë, po. Dgjoj, kur flasim për Skënderbeun, flasim për një ekip. Duket se shkëlqimin e kanë lënë për superiore, se ndoshta s'kemi parë. Ne të gjitha ndonjë gjë që themi e kemi për dëshirën e madhe për ta parë në superiore dhe për ta parë një ekip. Për shembull, ne sot duhet të vinim të flisnim për Skënderbeun, me që po diskutojmë këtu, duhet të flisnim si do jetë Skënderbeu i vitit të ardhshëm në superiore. Nuk do rrim të diskutonim akoma. Këtë askush nuk mund të jap përgjigje se po pra, nuk mund të ne po diskutojmë akoma ka këtë ndeshje, ka këtë javë në këtë, ka këtë javë. Mirë, kaq shpejt nuk mund ta mbyllte dhe ta vriste kampionatin 7-8 javë përpara. Pse? Unë dëgjoj. Është vështirë të mbyllësh 8 javë përpara kampionatit. Po të kishe ekip ti për ta mbyllur, aq e mbyllje sa apo s'ke ekip për ta mbyllur. Ta është gambling, thotë amerikani, është bast. Me këta, dhe bëjmë pak interesante. Apo kur të erdhi Randi, u forcoi. Problema nuk është puna vetëm te Randi tani. Unë për të hyrë pak te kjo ndeshja me Lushnjën, domethënë nuk kishte ekip më të dobët që kishte erdhur në Korç. Domethënë ekip që pothuajse nuk shkoi asnjëherë në zonën tonë. Ishte Lushnja, totalisht ekip i dobët. Kishte edhe 4 mungesa. Po nuk kanë ekipe luksi që të kenë luksin me 4 mungesa dhe të presësh se do bëj ndonjë paraqitje. Jo, po dakord. Kuksi dhe Gjirokastra kemi parë që kanë raste. Po Gjirokastra na mori pikët. Kuksi luajti shumë mirë. Po, dhe Kuksi luajti shumë mirë, Gjirokastra na mori pikët. Domethënë Lushnja ishte totalisht zero, kishte mundësi që kësaj Lushnje të bëje një goleadë të mirë ose. Në pjesë pas vajte asnjëherë, uro shaqen që bëri golin. Atëherë dalim në ajo që thashun, e shikoni pra që duke ndeshur, flasim tash, kemi ndeshur me 3 ekipet e vendit të fundit. Dhe vetë po themi që çfarë problemesh na ka hapur Kuksi, Luftëtari dhe një Lushnjë në gjendje të tillë të mos arrish të shënosh. Morë edhe për dëshirën e futbollistëve që janë në fush të mësojnë të hapin kemën duke shënuar gol. Po. Morë edhe për kënaqësinë e futbollistëve që janë në fush për të mësuar taktikisht, sepse duke patur një ekip të tillë, taktikat të dalin më lehtë. Po s'kema ekip, profesor. Nuk ka ekip mo. Jemi këtu ku jemi, fal fatit, fal peshës së fanellës, fal emrit Skënderbeu. Domethënë këto kanë ndikuar totalisht që ne jemi këtu ku jemi dhe shpresojmë të vazhdojmë kështu tani, koca merremi me analizën, po ta ketë Skënderbeu për të hyrë në këtë lloj forme, le të fitojnë ndeshjet kështu siç po i fiton të vema në superiore dhe kaq. Ildi, duke qëndruar pak tek ajo, çfarë shikon ti Skënderbeu kështu taktikisht? Shikon një taktikë të konsoliduar, një filozofi loje? Jo, më shumë e shikoj një Skënderbeu cinik, se për sa i përket filozofisë së lojës në këto javë nuk është se ka treguar ndonjë dhe shikoj një repart të mesfushës shumë të ngadalë. Pra nuk kemi atë skuadër që t'i imponohet kundërshtarit, pra përpiqet gjithmonë me atë skemën me krosime nga krahët apo qoftë edhe me aksione individuale të Nasër. Dhe po të bësh një paralelizëm me Laçin që është dhe rivali për vendin e parë, shikon dy skuadra krejt të ndryshme. Po të shikosh madje ndeshjen e fundit të Laçit me Apolloninë, ka mbyllur aty
në atë zonën e vetë dhe gjatë gjithë kohës e sulmonte. Kjo mendoj është ajo çka sportdashësit kërkojnë edhe nga Skënderbeu. Pavarësisht se ndonjëherë fati dhe s'mund të jetë me ty, por duhet që ekipi të jetë gjatë gjithë kohës aty ta nështroj kundërshtarin dhe të jetë Skënderbeu ai që ta dominoj lojën. Dhe kjo besoj se është ajo problematika kryesore e këtij sezoni për ekipin e Skënderbeu. Pati do një intervistë të Gjokës që e studiovi 30 minutat e para këtë radhë apo jo? Po, studioj. E studioj prap 30 minutat e para, mirë në rregull. Kjo besoj lidhe dhe me filozofinë e trajnerit, pra duke se trajneri ju kërkon lojtarëve që të kenë këtë stil loje. Tjetë kujdesshëm në minutat e para dhe më pas Brendon, unë nuk besoj shumë kësaj. Po sa kjo është si shikon këta futbollistë e rinj të afruar tani në ekip? Ne kemi thënë javë të para që duan kohën e tyre për të kristalizuar. Duket sikur Nasri luan me ope. Nuk e shikoj. Po mirë, Nasr ashtu ka qenë lojtar përgjithësi dhe para janarit, por Nasr nuk është i afruar tani. Nasr ka një vit që po e shohim tek Skënderbeu, nuk është herë e parë. Tani, po ti marrim me radhë blerjet që morëm në janar, gjysmat nuk po luajnë. Dy qendërmbrojtësit Çele nuk e kemi parë, Paloka luajti vetëm ndeshjen me Apollonin që që për fat keq bëri atë gabimin te goli i parë, më pas nuk ka parë më fushën me sy. Pse është Dumfuri pa diskutueshëm. Po tani u rikthen dy qendrat me ekspertë që kemi. Jo, po mirë, Ramosin e kemi pasur në atje. Po më prandaj po them kemi du rikthyer edhe titullari pa diskutueshëm, kështu që patjetër u rikthyet dyshja legjendare. Jo, se në një ndeshje përpara pam shaqen qendërmbrojtës. Ore dakor, nuk ka besim te kjo. Ka luajtur portieri Dobjani që deri tani besoj ka bërë deri diku mi hiq gabimin tek ajo ndeshja te goli Kuksit. Përgjithsisht nuk ka stonuar, ka bërë parqe të mira, ka bërë disa pritje në momente të caktuara. Kurse tek sulmi, tek gjumsi Beshiraj dhe Arflot, pra sulmuesi norvegjez, ajo që më bëri përshtypje tek ndeshja me Lushnjë ka qenë një moment pjesën e dytën nëse e mbani mend, që Nasr u tregua paksa më egoist se duhet, që nuk e pasoi dhe mund të ishte zhbllokuar, ndoshta mbase sulmuesi norvegjez mund të bënte diçka më shumë. Po më pas përveç atij momenti, pastaj pjesën tjetër të mbetur të ndeshjes me Lushnjën, nuk pash diçka ose nuk e di, mbase nuk u krosua mjaftueshëm drejt zonës apo nuk tentoi skuadra të luante mjaftueshëm me topat vertikalizonte për ta nxjerrë në pozicione shënimi Arflot dhe nuk mund të japim një opinion të qartë për këtë lojtar se çfarë aftësish ka. Kurse për Gjumsi dhe Beshiraj, të dy janë titullar tashmë, konsoliduar sepse Beshiraj ka shënuar. Beshiraj shënoi dhe golin e dytë në ndeshjen me Lushnjën, shënoi dhe ndeshjen e kaluar në Gjirokastër. Sikur e ka ngritur të paktën në aspektin e shërimit të golit, në aspektin e lojës e shikoj ende duke u përshtatur ose ende jo në 100% në formë deri diku fizike, po të paktën këto dy ndeshjet e fundit ka bërë golat që sulmuesi matet me gola dhe për golin jeton, kështu që në këtë aspekt Beshira është në rregull. Kurse Gjumsi e nisi mirë, u duk lojtar interesant, është lojtar punëtor, është lojtar që tenton të bëjë ato kilometrat presingun tek kundërshtarit të zbatojë ato detyra taktike që i jep trajneri. Por që nëse bëjmë krahasim me Nasr, në aspektin e driblimeve, cilësive individuale, më duket paksa një shkallë më poshtë se sa Nasr, domethënë. Megjithatë, në raport me Çurçkën apo Ukiçin që kishim fazën e kaluar, domethënë që pak a shumë luanin në atë pozicion ku po luan sot Gjumsi, besoj është paksa më cilësor, por që pastaj shkojmë tek ajo pjesa tjetër që a janë, domethënë, në kategoritë parë mjaftojnë, po për Superligë dyshoj se jo. Padosh prodhoj loj. Këtu desha të dilnja, shiko, ekipi merr fytyrën e trajnerit. Dhe po ta shikosh, një lojë është ndarë në disa etapa. Nuk mundet do të mbash ritmin e 10 minutave të para dhe 10 minutave të fundit ose në mezit të lojës. Është një problem i tillë, sepse unë nuk shikoj fare pressing nga ekipi i Skënderbeut. Është ekip i lehtë, sistemi letosh, sistemi në shpeshherë. Ekip që të mos kryej një pressing, por me të humbur topin, të riqen të gjithë në gjysmë fushën e tyre për të mbrojtur zonën ose kështu. Ekipi është aty. Ti je atje që në zonën e kundërshtarit. Të më falin specialistët e futbollit ndoshta, por futbolli tash është bërë një lojë aq e lehtësueshme, aq shikojmë dhe kemi një Profesor, shikon Premier League dhe po e krahasove me Premier League. Jo, unë nuk do ta analizosh dot pastaj. Nuk mund të hyj kësaj fushë, flas gjithmonë. Por nuk mundet ti në çdo moment të riqesh mbrapa të mbrosh. Po, ne presim ta humbas vetë topin kundërshtarit. Presim ta humbas topin kundërshtarit që ta marrim ne dhe të organizojmë sulmin. Tashi e kupton ti çfarë kohë zgjatje ka. Të vëmë në 16 qiton, ta fitojmë topin atje dhe të bëjmë dhe të fillojmë 80 metro aksion. Kur ne jemi atje në 40 metro, jemi aty në 30 metro që kemi humbur. Kjo është filozofia e trajnerit apo
janë lojtarët që... A ishi vendos të gjera shtrajnjeri? Trajneri. Këto gjera. Interpretimi i lojtarëve, po unë nuk po shikoj vendosjen njërë të lojtarëve aty, pa le interpretimin që i bën lojtari. Për ta gjykuar pasaj, sepse unë duhet ta shikoj që ti je atje, si e bëre presingun, po ti nuk je atje të bësh presingun. Po, të derisa si e çfarë presingun. Derisa si atje çfarë presingun. Gjithsesi ky është mendimi tim. Jo, më je shumë i saktë. Në minut jemi? Jo, sapo kanë mbaruar dy duelet e superiores, Egnatia Teuta 4-2 dhe Partizani Dinamo 0-2. Dinamo Partizani, po, Egnatia fiton 4-2, Partizani fitoi 0-2. Përmbysët dhe arriti fitore. Okej. Në këtë moment e kam Gjergj Vyshkën në linjë të drejt për drejt. Vyshkë, mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe përshëndetje të ftuarve që keni në studio. Edhe Vyshka ka ikur nga stadiumi, ka ardhur për ty, se kam parë që Dinamo po mundet edhe. Vyshkë, çfarë thot? Jo. Jam në kushtet e pjesës së lejës zakonshme, jam shpi. Do të thënë ke parë dhe ke analizuar mirë gjërat dhe në emision ke erdhur shumë i përgatitur. Patjetër, për ty jam gjithmonë i përgatitur. Falenderoj Gjergj Vyshka. Gjergji, ne po diskutonim këtu në studio dhe po theshim që ky kampionati, 3 ekipeve të para, diferencën e bën cilësia, niveli i kampionatit, apo është diçka tjetër, është pragmatizmi, është përvoja, sepse, do të thënë pyetja drejt për drejt, shikon, do të thënë nivel të lartë dhe me nivel të ulët me ekipet e tjera? Në analizën tënde? Shiko, nuk e di, do të thënë, po kam përshtypjen që 3 ekipet e para që janë Vllaznia, Egnatia dhe Elbasani, megjithëse Elbasani justifikohet se fitoi me Tiranën, po Vllaznia ndoshta sikur ka filluar të çedojë javën e fundit me ato skuadra që janë për mbijetesë, u mund në Ballç, u mund edhe në Vlorë. Por që kanë diferenca, kjo është e dukshme, por fillon kjo periudha që llogarit bëhen për fazën finale, edhe sikur tolerojnë diçka në me ato skuadra që janë pjesë për mbijetesë, apo që pasaj do të përqendrohen tek gjysmëfinalet e Kupës së Shqipërisë. Është e vështirë që në këtë fazë që është kampionati ku fillon faza e 4, të bësh diferenca midis vendeve të para dhe të fundit, se thash që janë përmbushur objektivat dhe llogarit bëhen vetëm për atë fazë finale të majit. Vyshkë, Petrika ka një pyetje për ty. Do të bëjë një konstatim për sa i takon superiores, sepse tani ndryshoi formula dhe e bën që të do përgjysmojnë pikët. Mirë, po ka diçka interesante në superiores, sepse këto ekipet e Kreut për të mbajtur një nivel statik pikësh, po ta vesh re, njëherë gabon Elbasani, pastaj gabon Vllaznia, pastaj gabon Dinamo, pastaj gabon Egnatia. Po, kështu që janë të njëjta gjëra që ndodhin. Si ndodhin atëherë kur e kishin të katërta të siguruar? Dhe tani bëjmë nga një gabim se cila çdo radhë dhe flasim përsëri ashtu siç folëm për kategorinë e parë. Po gabimet i dolli kampionati janë edhe pjesë e garës, janë edhe llogari tjerë përveç 4 finalet që do vinë maj për titull kampion. Jo, po janë më të sofistikuar. Atëherë vesh kalojmë pak tek kategoria e parë. Çfarë vure re këtë javë? Çfarë vure re? Laçi që mban të njëjtin ritëm, Skënderbeu që mban të njëjtin ritëm. Po kanë 6 javë Vyshkë. Vyshkë kanë 6 javë kështu po ecën. Edhe Pogradeci që vazhdon të ndjek 2 të parat, duke shpresuar që njëra prej tyre të bëj gabimin. Mirë, po është shumë e vështirë që si Skënderbeu, si Laçi gabojnë dhe të dyja pasaj do jenë të dyja në kategorinë superiore që unë e them për javësh. Vazhdon kampionati dhe Pogradeci do jetë në play-off për shpresuar pasaj të ngjitet në kategorinë superiore siç bëri në play-out që humbi me Tiranën vitin e kaluar. Vyshkë, pas lidhjes të do të kaloj tek volejbolli. Aty vërri. Po ku të ri aty? Nuk e di. Ju në Korçë festuat për Progresin? Po padyshim, unë kam të nyrit e emisionit Juglidja ka qenë në delir këto javë. Ka fituar. Jo, ne thamë për Ligën Gjergj Kastrioti, por tani Tiranës tande iku dhe Kupa e Shqipërisë. Jo, s'është e imja Tiranës, unë jam për gjitha. Po, e di. Nga natyrisht është profesioni joti gazetarit, po gjithsesi vendlindja jote është Tiranë, kështu që ka diçka. Jo, vendlindja ime është Elbasani, sa për dini. Po afër i njëjni bër tani. Të lutem, mos i hym këtyre historive. Okej. Atëherë kalojmë tek realiteti për të qëndruar pak edhe tek futbolli. Ju folët për Kreun, por natyrisht dua pak të më flasësh për fundin. Fundin e superiorës apo të parës? Të kategorisë së parë.
Koksi? Kuksi luftëtari, të dyja ishin ballë për ballë njëra tjetrës në U ndanë në paqe. Në Zeqeri Meri dhe të dyja u ndanë në paqe, që do të thotë që nuk kanë diferenca shumë me njëra tjetër. Më pas kemi dhe lushjen. Dakor që vjen lushja, do të thotë vazhdojnë të dyja të shpresojnë në mbijetesë, por i duhet shumë punë sepse lushja kam përshtypjen që ka më tepër eksperiencë se sa luftëtarja e Kuksi. Mirë, eksperiencë mund të kesh, po kur nuk e kellçe. Kur nuk e kellçe. Dakor që nuk ka kellçe, po të thash, Fanella, ndoshta emri Artan Banës, ndoshta emri Lushjes është shumë më i rëndë se sa Kuksi dhe luftëtari në një farë mënyrë në kategorinë e parë. Gjë Pandoshi kërkon të kundërshtoj pak. Jo, ma nuk dua ta kundërshtoj fare, por kur ty dal problemi i voleybollit, atë desha t'i bëja një pyetje. Po. Në futboll nuk po ngacmoj fare. Atëre kaloj te voleybolli, sepse do të kaloj shpejt atje. Desha të bëj një pyetje sepse nuk marr guxim të marr në telefon profesori Ultomorin, kjo humbje e Partizanit. Po. Edhe mua realisht më befasoi, profesor, sepse e prisja tjetër Partizan në finalen e Kupës së Shqipërisë. Sigurisht që koha e përgatitjes ka qenë shumë më e pakë se sa Tirana, sepse luajti të dielën dhe pastaj doli të premte në finalen e Kupës së Shqipërisë me Tiranën me vetëm 4 ditë përgatitje. Në mes, sipas informacionit tim, në këto 4 ditë ka patur një ndeshje miqësore me Budvën, atje ku në një farë mënyrë ishte dëmtuar dhe organizatori Muharrem Deliu që në thonjza me shtrëngim dhëmbësh e luajti finalen e Kupës së Shqipërisë, nuk e pri, sigurisht që motivimi i Tiranës ishte shumë më i madh se sa Partizani, sepse kishte 3 vjet që nuk fitonte Kupën e Shqipërisë dhe Partizani kishte marrë Kupën e Federatës Shqiptare të Voleybollit, e kishte mundur në ndeshjen e parë të fazës 2, por e kishte mundur dhe në gjysmën e ligës, në gjysmëfinalen e ligës Gjergj Kasioti, një Tiranë më motivuar për një Partizan që nëse do të kishe luajtur vazhdimisht me pasin e shkurtër në pozicionin numër 3, unë them që do ta kishte dalë mban ndaj Tiranës. Gjergji, unë tash u qartësova sepse duke mos parë ndeshjen, duke mos e ndjekur ndeshjen e meshkujve, nuk kisha kohë të ndiqnja dhe u surprizova, por nuk dinja këtë detaj që pasuesi organizatori Deliu pas ka luajtur i dëmtuara, nuk ka luajtur fare. Kjo është nëse nuk ka luajtur, po ishte i dëmtuar nga miqësoria me Budvën. Okej, Vishka, të falenderoj shumë për gjithçka. Faleminderit juve edhe sinqerisht jo vetëm Partizanit, por edhe Pogradecit urime për të dyja kupat brenda 4 ditësh. Pa diskutim. Faleminderit Gjergj Vishka. Është arritje për Pogradecin brenda 4 ditësh. Historike, ne kemi tani historike. Trofeu i parë. Dhe historike jashtëzakonisht, sepse shënon për herë të parë emrin në librin e artë të trofeve të Kupës së Shqipërisë në voleyboll për femra. Dhe besoj që në të tilla nivele do të jetë edhe deri në finalen e titullit kampion, megjithëse play-offi ka të tjera kleçka. Okej, Vishka, të ftoj të na ndjekësh se do të dëgjosh edhe Kallundrën dhe do të jap përgjigje për të pyetje që më bëre. Po, faleminderit Gjergj Vishka, falenderoj famas për këtë lidhje që kemi pasur. Shumë interesante kjo pjesë, ke 2 finale, luan për finalen e Kupës, fiton të Kupës Gjergj Kastrioti, pastaj ke për të luajtur finalen tjetër të Republikës, i futoi miqësore në mes. E po mirë t'ju bëhet atëre, jo, aq mirë t'ju bëhet. Jo, mirë, mos e mirë të gjitha kështu më. Partizani ka nënvlerësuar. Jo, më kanë jashtë kjo ç'thot ai, e kanë nënvlerësuar, më ne luajmë. Partizani ka 2 ekipe, ta dish, Si thotë, po e vjen po pret mëngjesi, prandaj nuk shashu. Partizani mund të ketë 2 ekipe në aspektin e shqiptarëve, por organizator jo, është vështirë ta zvendësosh po. Është pa organizator. Është vetëm është pa organizator, është vetëm me një organizator. Okej. Dgjoj. Do të lutem pak, do ta diskutojmë voleybollin sepse edhe koha po ne vetë më presin të gjithë të tjerët. Në këtë moment regjia le të më jap pak kronikën e voleybollit, atë trofe pra që ne thamë, Pogradeci ka shënuar emrin në historinë në librin e artë të Vyshka dhe natyrisht e tillë është. Le të ndjekim kronikën dhe rikthehemi përsëri në studio dhe më pas regjia më bën lidhjen me Kallundrën. Po, të lutem regjia, kronikën. Zyrtarisht fituar
Pogradeci shkruan histori në voleboll për vajza. Skuadra pogradecare, drejtuar nga trajneri Besnik Lisha, ka fituar Kupën e Shqipërisë pasi mundi në finale Tiranën me rezultatin 3-2. Në një ndeshje tepër të luftuar që zgjati 2 orë e 16 minuta, vajzat pogradecare treguan grintën dhe dëshirën e tyre për të siguruar këtë trofe, edhe pse përballë kishin një kundërshtar tepër të vështirë. Tirana nisi mirë takimin teksa fitoi setin e parë me rezultatin 18-25, por pogradecaret arrin të fitojnë 2 setet e tjera radhazi, 25-18 e 25-22, duke i quar shifrat e përgjithshme në 2-1. Rikthehet Tirana që fiton setin e 4, 17-25, duke barazuar gjithçka. Tani, ankthi shtohet tek lojtarët e të dyja skuadrave që luajnë setin final, i cili pas shumë përpjekjeve shkon për Pogradecin 15-11 dhe festa është për të. Ishte volebollistja Paola Gjata që ngre trofeun e Kupës së Shqipërisë për herë të parë për skuadrën e Pogradecit. Në fund të takimit, zëvendës trajneri Pogradecit Sajmir Dragoi tregoi emocionet. Ishte një ndeshje mjaft e luftuar, sepse dihet Tirana nuk është një ekip i lehtë, por besoj se vajzat dhanë më të mirën e tyre sot. Administratori i skuadrës së volebollit të Pogradecit, Dorian Latifi, shpreu krenarin që këto vajza arritën të sjellin trofeun në qytetin liqenor. Pogradeci e dashuron volebollin, ne kemi një lloj tradite në këtë sport dhe për këtë arsye ne kishim obligim ndaj atyre qytetarëve që edhe sot e dëshmuan me prezencën e tyre sot, kështu që për ne është obligim që t'ja japim këtij qyteti këtë trofe dhe jo vetëm. Ndërsa libero e Pogradecit, Angela Mehmeti, u shpall lojtarja më e mirë e finales. Pandush, duket moment emocionuese, një trofe, një Pogradec që shënon emrin në librin e voleybollit, duket sikur i kthehet, por me një dimension tjetër tani. Pa diskutim që është një sukses i madh për Pogradecin, për voleybollin e këtij qyteti. Është një gëzim i madh presoj edhe për profesor Llazin, si një nga baballarët e voleybollit të Pogradecit, por mbi të gjitha mua bëhet qefi për 2 kolegët, për 2 miqtë e mi, Besnik Lishën dhe Sajmir Dragoin, që arritën të triumfonin, sepse e di se çfarë punë kanë kryer, e di çfarë energjish kanë shpenzuar për të sjellë këtu Pogradecin duke i dhënë 2 trofe brenda një jave. Pogradeci ka 2 vite që është ndërtuar ekip për të fituar. Kjo tash ka ato parashtesat, prapashtesat e saj, por ja që kështu është sporti në Shqipëri dhe kush investon, kush punon, do vi një kohë që të shpërblet, sepse voleybolli është shumë ndryshe nga futbolli. Në futboll mund të investosh, mund të ashtu, por jo gjithmonë mund të fitosh. Ndërsa në voleyboll fiton gjithmonë më i miri. Rallë fitojnë. Ashtu si në basketboll, e njëjta blen. Edhe në basketboll mund të ketë ndonjë, por në voleyboll është shumë e vështirë. Natyrisht në këtë moment pra siç e thashë, kam me Dona Kallundrën. Partizani Tirana, Partizani duke do dëgjosh surprizë të bukur. Më dëgjoj tani se kam Dona Kallundrën në linë të drejtë. E don mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Dëgjoj. Javën e kaluar ne natyrisht të diskutuam dhe tham do të jetë Gjata dhe ju. Doli Gjata, fituat titullit. Do të ngel Çatri, po mos e kishit marrë këtë kupën, më falni. Fituat kupën Gjergj Kastrioti. Fituan një kupë tjetër dhe ti del edhe ti tani me kupën. Kur të fitojnë kampionatin merr me ekmek. Kush do dalë e treta? Gjithë ekipi do të jetë në studio kur dalë e treta. Gjithë ekipi, e treta, gjithë ekipi besoj. Ata e meritojnë ta po. Ishin të njëjtat emocione apo çdo trofe ka emocionet e veta? Shiko, çdo trofe ka emocionet e veta, çdo ndeshje është ndryshe. Unë vërtet 4 vitet e fundit jam mësuar ndoshta me ndeshjet finale dhe çdo kupë, çdo pika peshën e vetë dhe ishte një Tiranë që kishim luajtur shumë herë dhe kishim mundur shumë herë, po kjo ishte një finale që kishte lezetin e saj dhe... Ku që dronte e veçanta e dorë? E veçanta ishte vetë ekipi Pogradecit që për herë të parë ishte në finalen e Kupës Shqipërisë, për herë të parë pas 72 vitesh organizim të kësaj kupe, Pogradeci u bë fitues, ishte kupa e parë për këtë kompeticion, kupa e dytë në total e gjithë për Pogradecin, kështu që për mua personalisht është një kënaqësi dyfishe veçantë sepse Pogradeci besoi në mua ndoshta një vit më parë, por tani unë Pogradecit po ja shpërblej, po them duke qenë
një ndër emra që shkruajti histori për ekipin e Pogradecit dhe për volejbollin. Pra duket ju Pogradecit jo vetëm i mirëni, dhe i jepni më shumë, apo jo? Patjetër, është marrëdhënie reciproke, po themi. Edion, fitimi i këtyre dy kupave, pra kupës e Ligës Gjergj Kastrioti dhe i kupës, është një suport për ju për të luftuar tani edhe më besim tek titulli, sepse shpesh herë ne themi që të dalësh te titulli duhet të kesh pak përvojë, duhet të kesh besim. Patjetër, vim nga 2 finalet të humbura deri tani, nga Kupa e Federatës kundër Tiranës me rezultatin 3-1 dhe nga Kupa e Pavarësisë kundër Fair Volley. Dhe vim në 2 finale të tjera shumë të rëndësishme, ndoshta dhe më të rëndësishme sepse është më afër fundit. Pikërisht njërën Ligën Unike kundrejt Fair Volley dhe Kupën e Shqipërisë kundër Tiranës, që një ka ndikuar shumë pozitivisht në moralin e ekipit dhe në gjithë grupin, dhe 2, çdo kup ka rëndësinë e saj dhe çdo kup të shtymë përpara. Neve nuk na kënaqi, po themi, Kupa Gjergj Kastrioti, pavarësisht që morëm më të mirën, por na motivoi akoma më shumë që edhe Kupa e Shqipërisë mos të lëvizte nga Pogradeci. Po 4 kupa do t'i mbani dot më? Ne i mbajmë të gjitha, tani është vetëm kampionati, besoj që kemi treguar mjaftueshëm që jena... Jo, që është jam bitur të është kampionati. Kështu që vetëm puna dhe puna e vazhdueshme dhe asnjëherë dorëzimi. Besoj që si profesor Besa, si profesor Sajmiri nuk na lejnë shumë me lëviz nga kjo vije art, po themi, edhe ne si grup jemi shumë goca të mira dhe shumë profesioniste dhe më besoj që secila ka një qëllim tani, secila ndeshje të përfundohet dhe play-offit dalim në fund fitues. Profesor Padush Kapetani ka diçka për të thënë. Patjetër. Në radh të parë urime, suksese në vazhdimsi, suksese ju dhe ekipit. Unë desha të thesha që detyrimisht puna që ka bërë ekipi Pogradecit, me sa kam njohuri duke u takuar shpesh me Sajmirin, jam në dijeni të punës që është bërë aty, detyrimisht do vinte një ditë që do jepshin këto rezultate. Po dhe talenti lojtarëve, s'është vetëm puna. Po pra. Po kaloj pak tek Edona. Por lojtarët, që të punosh me lojtarët duhet të kenë talent, sepse ti nuk mund të marrësh. Dhe si shtot Edona, jemi petur për trofe, apo jo? Duhet të kenë talent. Edona ka, si që tha, ka 4 vjet këtu me kampionatin shqiptar, të paktën sa di unë, dhe është mësuar dhe me trofe në Korçë dhe me fitore, dhe ndoshta janë disa vajza aty, janë një grup vajzash që janë të mësuara me trofe dhe me fitore. Si Skënderbej keni mundur shumë herë Tiranë, ndërsa si Pogradec nuk besoj që the kemi mundur shumë herë, apo jo Edona? Jo, në ndeshjet e fundit... Do me thënë, ju si lojtare dhe shoqet tuaj atje në ekip që ishin të Skënderbeut e keni mundur Tiranën, ndërsa si Pogradec. Se ndoshta ngatroni këto me gjithë atë. Në këtë vit, profesor, me gjithë respekt, ndeshjet direkte përveç Kupës Federatës, që jemi rrafur nga Tirana 3-1, në 2 ndeshjet e Kupës Gjergj Kastriotit të grupit, ndeshjen e kampionatit, dhe ndeshjen finale, në të 4 tati kemi fituar ne. Tani desha të shtonja diçka, këto mbaruan, ato i morët, janë tuajat, nuk ja u lëviz njeri, urime, por kampionati do jetë, besoj, më i vështirë, sepse e rëndësishme është kush do mbaj vendin e parë. Po gjo, më i vështirë, por edhe më të forta janë vajzat e Pogradecit pas tyre trofeve. Pa diskutim që kanë moralin me veten e tyre, por kampionati me ndeshjet, me sistemin, është diçka tjetër nga kupa, që nuk ka lidhje fare. Dhe investimi një sezonit të gjithë, i të tërë është për kampionatin, nuk është për kupat. Dhe të gjithë, dhe trajneri po ta pyesësh, unë jam i bindur që Besa do t'i jap këto 2 kupa dhe të marrë kampionatin, dhe Çupa do t'i jep këto 2 kupa dhe të marrë kampionatin. Besoj, Edona do thotë do t'i mbajmë të treja. Unë ju uroj t'i mbani të treja. Unë fati im i mirë është që kam luajtur për 2 vite me Korçën, kam luajtur në përfinale. Edhe një vit pas 5 finaleve e kemi humbur dhe një vit tjetër kemi fituar. Kështu që e di shumë mirë se sa e rëndësishme është ai play-offi. Këtë desha të thesha. Është e rëndësishme. Ne jemi ti na ke servitur me gocat e Korçës dhe me gocat që kanë luajtur te Korça, ti njihesh më mirë, po dhe me mua njihesh sepse na ke servitur. Nuk e besoj që ne të paktën shqiptarit, po më beso dhe vajzat e huaja që janë
super lojtare dhe prej fitoreve të fundit janë rritur shumë, nuk e besoj që do ta lëshojmë në fund. Jo, nuk thash do ta lëshoni, nuk thash do lëshoni unë nuk thash lëshoni. Duhet kujdesi. Që nuk llogaritet asgjë, vendi i parë besoj shumë që do na takoj neve. Po, prandaj thash është shumë i rëndësishëm klasifikimi, shumë i rëndësishëm vendi i parë. Faktori fushë është shumë i rëndësishëm. Bravo, këtë desha të thesh. Edon, kam dy pyetje. Ju po ndjeni si tuaja apo tuajat si shqiptare? Profesor Besa ka i fjali shumë të mirë. Ne jena gjithë për Pogradeci. Edon, shkollimi shtot. Jena gjithë Pogradeci, s'ka lidhe se nga kena ardhë, jena gjithë Pogradeci. Edon, shkollimi, ku ndodhemi me shkollimin? Me shkollimin është viti par master në përfundim, kështu që viti par master për mësuesi. Edon, faleminderit, do t'jemi përsëri së bashku, besoj suksese, të uron gjithë paneli, gjithë gazetarët dhe profesor Pandushi, dhe shumë shpejt dhe putot për tika ka me merakat në punë. Po, me degën që është matematik, është e sigurt që sa po të mbaroj do filloj punë. Unë e njoh fushën e arsimit. Do me thënë Edon, do ta bëjmë këtu në Shqipëri, zëj Kosovë. Sikë në Kosova. Nuk iket. Po Gradec aty. Jo, Kosova po më do tani edhe më shumë. Të do tani? Ka oferta nga Fervoli. Të falenderoj shumë dhe suksese do t'jemi përsëri së bashku në lidhje të tjera. Falenderit. Edon është e mrekullueshme padyshim. Sa i thua, nuk e diskuton domethënë në studio, por kam dhe dy miq të tjerë të cilët nuk diskutojnë sa herë u niftoj për të qenë në studio dhe regjia më lidh me studio numër 2 në këtë momente. Pasi do të qëndroj përsëri tek lojnat. Sot Pandushi u përqendrova shumë tek lojnat. Nuk e di pse kisha qef. Kam trajnerin e ekipit të basketbollit Bruno Topi. Bruno, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma të ftuarve atje. Pak durim, se lidhjet kështu e kanë, nuk do të mërzitesh. Ju keni durimin në lojë, fitoni, humbisni, kështu që kaliteni pak më shumë. Nuk kemi asnjë problem. Faleminderit për ftesën. Bruno, si kaloi kjo javë? Kjo javë kaloi mirë, ashtu siç e kishim parashikuar, kishim ndeshje në Vlorë me dje me Fieri Basket, është ekipi i dytë i Fierit. Shkoi, si të thuash, relativisht mirë, pavarësisht se në këto ndeshje që i quan të lehta, edhe lojtarët e marrin si me lehtësi të thuash edhe nuk japin atë që ti do në fushë, por në fund të fundit e rëndësishme është fitoria, duhet të mundohesh të mbash të karikuar që të japin maksimumin. Por arritën të fitoni me rezultat 102-81. Aty ku shënojmë, aty ku bëjmë 100 pikë, është gjë shumë e mirë si për ata, si për neve, pothuajse gjithë fitoret me këtë rezultati kemi shkuar tek 100 pikëshi. Tani shpresojmë të kemi vazhdimsi sepse ky muaj është vendimtari për ne. Po. Si të themi. Bruno, për të qenë sinqert, para disa vitesh nuk e di dhe unë e kisha shumë të vështirë të thesha rezultatet që arrinte ky ekip, ku mundeshe me 3 shifra dhe nuk arrinte dot të kalonte edhe tek 20 pikë. Duket që ekipi tani ka një tjetër fytyrë, është një tjetër Skënderbeu apo ja? Po, patjetër, fal afrimeve, fal investimeve, të gjithë ekipet nëse investon dhe nëse me lojtarë cilësor, patjetër që do ndryshoj fytyrën. Ashtu edhe puna tonë, përkushtimit tonë që bëjmë dita ditë si brenda fushës, si jashtë fushës me lojtarët, sidomos dhe me lojtarët e huaj, na ka bërë që të marrim këto rezultate dhe të jemi në mes të tabelës dhe pse jo të shkojmë në play-off dhe të jemi si të barabartë me ekipet e fillimit të tabelës. Bruno, e kishit menduar në fillim të sezonit që do të ishit pikërisht në këto pozicione, pra a e kishit si objektiv ose besim, si thua në vete, që ky ekip do të arrijë këto? Objektivi tonë në fillim të sezonit ishim që të bënim ndeshje sa më të mira dhe të ishim, si thua, të parët në kategorinë e dytë nga vinin. Por duke ngrënë, siç i thonë, vjen dhe Oreksi, kështu që shpresojmë që objektivi ka ndryshuar me pas disa ndeshjeve dhe shpresojmë që të arrijmë play-offin. Na duhen të kapim 2 ndeshje, nëse kapim Kamzën që kemi ndeshje direkte pas 2 javë me 2 pikë, arrijmë vendin e 6-të që hyjmë automatikisht në play-off. Nëse të kapim dhe Teutën që i kemi ndeshje në Pogradec, tani luajmë në Pogradec që e dini, fitojmë me 5 pikë, shkojmë në vendin e 5-të dhe është super sezon për neve. Pastaj se si shkon play-offi është diçka tjetër.
Bruno, pikërisht të dua her pas here në studio edhe për këtë fakt, sepse pak kush e merr vesh, domethënë se si zhvillohen ndeshjet në Pogradec dhe çfarë rezultatesh domethënë janë arritur. Ju penalizon pak kjo mos patjetër që na penalizon sepse e para nuk e tifozerin tënde në pallat të sportit kur bëm disa ndeshje këtu, u mor vesh që ekipi kishte bërë afrime dhe kishte bërë ndeshje cilësore, dhe si thua u mbush pallati i sportit njësoj si zhmbushet në volebol, për vajzat edhe për djemtë. Kurse tani vinë vetëm shokët tanë, miqtë tanë për na mbështetur dhe bëjnë rreth 20 veta, në krahasim me 300 që mund të vinin këtu në pallat të sportit. Petrika ka një pyetje, Bruno. Bruno, unë shikoj që ekipi Skënderbeut e ka kapacitetin për të qenë në gjashe dhe besoj se do ta kapni gjashen, po kur e shikon atë renditjen, nuk e di play-offi të çon dhe tek 8 ekipet që janë në play-off, apo vetëm me 6 është? Jo, play-offi është me 6, është sistemi 2, vendi i parë dhe i dytë qëndrojnë pushim dhe pastaj vendi i tretë bën me vendin e 6 dhe vendi i 4 shkojnë me vendin e 5 për të arritur në Final Four që janë në gjysmëfinalet. Okej, unë mendoj që duhet ta kapni, sepse është kapaciteti i ekipit për të kapur vendin e 6 dhe pastaj play-offi është tjetër histori ajo që dhe ti mund të shkojë shumë më mirë ky sezon. Besoj se I keni shanset. Besoj se duhet ta kapim, se dëshira jonë e madhe është që duhet ta kapim dhe në letër me Kamzën aty jemi pavarësisht në Kamz u fitua si u fitua ajo ndeshje që ne ankimuam dhe bëm tërë ato situata, por që shpresojmë se këtu jemi të karikuar në maksimum, si dhe djemtë janë të karikuar në maksimum për të bërë një revansh, si të thuash, kundër Kamzës. Bruno, si po ecën çështja e gjyqtarëve? Deri tani jemi mirë. Mirë, deri tani jemi mirë. Kam bërë shumë mirë ankesa dhe kam filluar dëgjojmë. Por ideja është kur je ekip, si thua, i fortë, ke edhe ndihmesën, por ne nuk kemi kërkuar asgjë vetëm të jenë korrekt. Nuk duam asnjë gjë tjetër. Po të jenë korrekt për neve mjafton çdo gjë. Bruno, të falemderit shumë. Të falenderoj dhe natyrisht do të jemi përsëri së bashku për të na dhënë këto mesazhe shumë të mira, këto rezultate që ju keni arritur. Falemderit. Falemderit edhe juve. Natën e mirë. Natën e mirë. Kishim trajnerin e basketbollit pikërisht Bruno Topi. Kush do flasë diçka? Ildi? Mikel Lenca këto lojnë atë kështu. Po, jo, në fakt është më bukur kur dëgjon kështu dhe kur ka rezultate pozitive, por unë atë çka dëshiroja është që në një të ardhme, pse jo pas 2-3 apo diçka më shumë vitesh të kemi atë të flasim për një skuadër basketbolli e cila të jetë në petkun e ekipe pretendente, edhe pse duhet kohë dhe duhet një investim akoma më i lartë, por duke se kjo puna dhe devotshmëria që po tregojnë qoftë trajnerët, por edhe stafi mbështetët, besoj se do ta kemi mundësinë që të shikojmë pse jo dhe një ekip basketbolli që të jetë pretendent. Unë e di që pandush gati për të thënë që i pëlqen ata djemtë Korçart, të ketë sa më shumë. Pa diskutim këtë desha të thesha, megjithatë është një sukses i madh, dua ta përgëzoj Brunon. Se sigurisht ishim harruar me basketbollin. Sepse vërtet ishim harruar me basketbollin. Mos kemi as basketboll femra edhe kjo na i bënte. Kjo është një temë që as 2 emisione nuk na dalin, por unë dua ta nis me përgëzim dhe më bëhet jashtëzakonisht qefi. Desha t'i thesha pak për mungesën e tifozëve, edhe unë kur e kam marrë ekipin e voleybollit meshkuj, desha t'i them Brunos, ishin vetëm 10 njerëz në pallat të sportit. Edhe familjar. Dhe as familjar. 10 veta kampionati. Një kamat për para me ishin me 10 veta. Jo, Bruno e ka në faktin më shumë që ishte duan në Pogradec. Jo, këtë desha do t'ja them Brunos. Ndeshjen e parë më kujtohet, është mbushur pallati me rreth 300 vet, kur morën vesh që ekipi drejtohej nga unë. Dhe kjo frymë vazhdovi dhe gjithsa kemi arritur një ndeshje Partizanin rreth 1000 veta, me meshkujt. Kështu që Bruno rezultatet do t'a bëjnë që ti të kesh publiku në fushë, sepse Korça ka qenë një qytet shumë basketboll dashur, e ka dashur shumë basketbollin, bile e ka dashur më shumë se voleybollin. Atëherë kalojmë përsëri tek studia numër 2, pasi kam Julian Shishin. Juli, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Rom. Të falenderoj që përgjigje pozitivisht ftesës për të qenë pjesë e emisionit, natyrisht kjo është detyra jonë t'ju ftojmë. Juli, duket sikur ky voleybolli i të rriturave ju sumoi pak juve të vegjëlve në moshë, do thosha.
Natyrisht, ju keni ekipin e U20-ave, U18-ave, dy ekipe që të dua një informacion nga nëja jote, ku ndodheni në këta momentet kampionatit? Po, të dyja ekipe të dije që vit janë dollën kampione, janë kampionit në fuqi. Këtë vit, për serin e jemi në krye, ekipi U18-ave është vend të parë. Po? Në grupin e parë, kurse me U20-at ne jemi me pikë të parabarta me Dinamon, vetëm për 20 të humbur ne rënditemi të dytët. Juli, po të ndikësh pak kronologjinë, në momenti që ndodhen ato që ndodhen me ekipin e parë të Skënderbeu, natyrisht ju jeni dhe zëvendës trajner në ekipi parë, gjithkush mendoj që çfarë do të bëhet, do të vi këto 20 vjeçare do të luajnë tek ekipi parë dhe do të ngelen keq ekipet e vogla. Por duket se ndodhi e kundërta, çfarë ndodhi? Po unë kam thënë edhe vjetë, Romi, që kur kemi ardhur me ftesën tuaj, që ato vajzat besoja që ishin gati, dhe zakonisht ne jemi çik besim plot në këto raste, megjithatë në fusha më të drejtë, kështu që ato po e mbajnë shumë mirë peshën. Normalisht mungesa e eksperiencës bën të vetën, sepse voleybolli është lojë që është për lojtarë me eksperiencë. Megjithatë ato po e mbajnë mirë peshën. Te pjesat e moshave lojtarë që kanë ardhur nga ekipi Zinxhiri që ne kemi 14-16, realisht kanë një nivel, kështu që besoj që ne çfarë do të ndodhë me Skënderbeun do arrijmë që Skënderbeu të jetë aty gati për të luftuar, pse jo edhe për të vajtur deri në fund. Atëherë, po kaloj pak tek ekipi parë, pasi si thash ju jeni dhe zëvendës trajner. Si ju duket kjo lufta në këtë katërsh, pasi ju tashmë keni siguruar vendin e katërt dhe natyrisht luftoni e pse jo edhe për vendin e tretë. Në fakt kampionati nuk ka mbarur, Romi, janë akoma edhe 3 ndeshje për të luajtur. Ne kemi një distancë 4 pikë nga Partizani, megjithatë kalendari na favorizon për të arritur të kaçe. Jemi shumë besim plot, të gjitha ekipet janë atje, pavarësisht se Pogradeci dhe Tirana kanë treguar që kanë nivel pak më të lartë, megjithatë Skënderbeu ka qenë ai ekip që Pogradecit që sapo fitoi 2 kupa që unë realisht i uroj shumë suksese, ka qenë vetëm Skënderbeu që ka dalë me rezultatin 3-2, pra kemi marrë 2 pikë Pogradecit. Që do të thotë ne jemi atje. Thjesht na duhet ai hap i vogël për të kaluar, për të besuar më shumë që po, ne mund të shkojmë deri në fund të kampionatit. Petrika ka një pyetje. Po ti ka. Juli, fatkeqësisht profesor Pandushi citoi pak më përpara që në voleyboll fiton gjithmonë ekipi më i mirë dhe sido që të shkoj puna fiton ekipi më i mirë dhe mund të themi që momentalisht është ekipi më i mirë, por unë ashtu si dhe ju kam shumë besim që në fazën e play-offit ne mund të bëjmë surprizën dhe mund ta thyejmë këtë mitin e ekipit favorit. Nuk e di, besoj se dhe ju jeni në mendim me mua. Po kjo nuk është çështje mendimi, është çështje parit të rezultateve. Ne kemi dalë 2-3-2 me Pogradecin. Me Tiranën kemi shpëtuar për të vajtur në finale me një Golden State 15-13, kështu që ne jemi atje, vetëm na duhet ai hap i vogël për të kaluar. Besoj dhe ne jemi shumë optimist që ne mund të shkojmë deri në fund. Nuk e di, pas e vitin tjetër pas e fundit mund të jemi aty si fitues. Juli, dëgjoj pak Padushin. Padush, hap i vogël thot ai marshi më shumë them unë. Jo, për gëzim e njerë për rezultatet. Faleminderit. Unë desha të shtoj që po nga ta them se tash e kishe me 2 pjesë, kishe me pjesën e të rejave dhe para të rejave dhe me pjesën e të rriturave, nga t'ja përgëzimet, por desha të jep një këshill të vogël për për ekipet e moshave. Këshilla ime do ishte, mirë ishte që t'i ndanje, që t'i iknin ekip, t'i iknin vajzat në mënyrë paralele, mos kishte diferenca dhe të dinje me se të punonje me 18 vjeçaret, apo pavarësisht se një pjesë e atyre janë me ekipin e të rritur, apo pa diskutim, puna juaj është jashtëzakonisht për t'u lavdëruar dhe bravo. Shiko Pandush, ne këtë vit kemi afruar edhe një vajzë tjetër me U18, sepse nuk mund t'i bëjmë të gjitha ne. Po prandaj këtu ishte është e pamundur. Jo, është e pamundur, është normale. Atë që kemi bërë ne, vetmja gjë që mendoj që është pozitive është që zëvendës trajneri të rriturave është trajneri 20-ave. Zëvendës trajneri 20-ave është trajneri 18-ave, që për të bërë të njëjtin filozofi nga ekipi i parë tek i fundit. Normalisht ne jemi qytet i vogël, Tirana na i merr, shkojnë në shkollë, dalin jashtë, kështu që çike vështirë për të mbushur gropat. Megjithatë,
Unë këtë probleme di, po problemi është sepse duhet kemi lojtare korçare. E kam diskutuar dhe me Olsin. Nuk diskutohet puna juaj, këtu nuk po flas për vërejtje, nuk ka vend vërejtja këtu thjesht, po diskutojmë... Bën apel që vajzat të afrohen ose të luajnë. Do me thënë, nuk është në dorën tënde, nuk është faj juaj, por mendimi im është që duhet ketë një ndarje dhe një ndarje me trajnerët, lojtarët duhet të kenë të paktën një diferencë 2 vjeçare, jo diferencë më të madhe. Mirë, ndofta këtë vit ishte dhe situata e tillë që ishte detyruar të menin nga ekipi. E kam fjalën për ekipet e të rejave dhe të paratëreve, nuk bëhet fjalë, ndërsa me ekipin e të rriturve është një sukses i pa diskutuar. Dhe Petrika për atë që thamë që në volejboll fiton gjithmonë mi miri, pa diskutim që fiton gjithmonë mi miri, por hapi që ka bërë ekipi volejbollit të femrave të Skënderbeut nuk është hap, është hop. Më kupton? Ata kanë bërë një hop, jo hap. Në pozitat që ishin... Në pozitat që ishin dhe në pozitat që janë... Jo, shumë nga ne ishin edhe skeptikë. Pa diskutim. Ishim edhe skeptikë, po këta djeme morë përsi për që ta bërin në këtë diskutim nuk ka vend ekipi mi mirë apo jo. Diferencat midis ekipeve, unë për flas gjithmonë, sidomos ishte muhabet futbolli, kur flas ekipi në volejboll nuk fiton asnjëherë, është e pamundur të fitojë ekipi mi dobët me më të mirin, sepse janë shumë pikë në lojë. Ti mund të gabosh njëherë, po nuk mund të gabosh edhe në basketboll. Prandaj kjo më trembi pak, unë prandaj thash. Jo, ndërsa diferencat e ekipit të Skënderbeut me Tiranën dhe me Dinamon janë shumë të vogla. Po. Juli, tek të rritur të morë vesh dhe u kuptuan, por objektivi me U20-at, U18-at, apo vazhdimësia? Ne në fakt nuk ose punojmë për kampionat, Romi. Po. Punojmë për të furnizuar të ekipe. Po duam dhe në qikat kampionatit. Shiko, kampionati vjen vetë pasaj, në qofse ti arrim punon për të ngritur të vajzat e reja, dhe pasaj në qofse ti shkon dhe në finale, anis mund të themi... Se duam. Se duam. Do të fitojmë. Normal. Shpresojmë të dalim mirë. Brezat janë të mirë, ekipi U18-ave është totalisht i ri, ka ardhur nga poshtë nga U16-at, janë vajzat talentuara, ka 7 lartësi, që do të thotë do kemi një vazhdimësi më vonë. Kjo na gëzon. Okej, besoj me këtë gëzim le ta mbyllim edhe këtë bisedë së bashku dhe do të jemi përsëri për të diskutuar edhe me gjërësisht. Faleminderit Juli. Falenderoj pa mas. E pra, duket i kushtova sot një vëmendje pak më të madhe lojnave, por i kthehemi tek futbolli, tek kategoria e dytë. Çfarë ka ndodhur me 2 ekipet e kategorisë së dytë? Për sa i përket 2 ekipeve të Juglindjes, si Maliqi ashtu edhe Devolli kanë regjistruar 2 humbje në transferta të vështira. Maliqi u mund nga Bylisi B me shifra 2-0, ndërkohë që Devolli u poshtë nga Butrinti i vendit të dytë me rezultatin 3-0. Natyrisht janë deri diku rezultate të pritshme përpos objektivave që ekipet kundështare kishin, por gjithsesi pozitive është fakti se edhe skuadrat e tjera që janë dhe rivalet qoftë të Maliqit, por edhe Devolli, nuk kanë arritur të thellojnë atë diferencën. Besoj se fitoria në shtëpi e Këlqyrës ndaj Tomorit e ka bërë edhe më interesante garën përsa i përket pjesës së poshtme. Ndërkohë që i Tiflindre Gjia mund të japë edhe pak pamit nga kategoria e dytë. Besoj se edhe kategoria e dytë do të jetë e luftuar deri në javën e fundit përsa i përket qoftë për ekipin. Të lutem, shkon çfarë fush luajtur ndeshje kategorisë së dytë. Është ndeshje në Sarajevo. Po pra fush shumë mirë. Po pra fush shumë mirë, domethënë edhe shqyr pam një fushë që mund të luhet futbolli përveç atyre gjërave të tjera që ka kjo kategori të paktën të ketë fusha të mira. Shko, edhe nga pame po shikosh, domethënë 2 ekipe. Përgjithsisht Saranda është fushë e qetë. Po pra, fushë e qetë, luhet futboll, shikoj një futboll shumë i bukur. Dhe ndofta e ke shumë të vështirë ta dallosh luhet kategori e para apo këtë desha të thesha. Ndërkohë, po Devolli duhet me statistikë, domethënë me këtë fitore që bëri Delvina këtë javë, ka mbrojtjen zyrtarisht më të dobët të gjithë kategorisë dytë, pra ka pasur më shumë gola se të gjithë. Ndoshta është kjo ngerçi që e ka çuar Devollin deri në këtë situatë jashtë objektivave, ndoshta. Kurse për pjesën e vendimit të famshëm që u shty nga ana e federatës. Jo shty, nuk është shtyr. Mirë, u hap çështja, më fal, se nuk u dha një vendim drejt për drejt, tash sqarojmë. Shikoj, këta kanë kopjuar pak a shumë është edhe modeli UEFA, se këta nuk është se shpikin gjë.
Në thënë UEFA sa herë kur janë dhe këto në Champions League apo në Kupat e Europës që ka momente të caktuara që ka dënime për racizëm, ka dënime për çështje të ndryshme çfarë mund të jenë hapur, nuk jepet vendimi direkt që në javën ardhshme, po komisioni thot hapet një tim disiplinor nga Komisioni i Etikës dhe Disiplinës për këtë çështje dhe vendimi merret pas disa javësh ose pas disa muajsh në varësi të çështjes. Tani në rastin e Kampionati do mbaroj, pastaj do japi pikët këta. Mirë, shiko, ata mund ta japin nëse nuk kanë limit, dhe unë besoj që do jetë brenda këtij muaji maksimumi, në mos këtë javë brenda këtij muaji, sepse nuk ka kuptim më fond se mbaron dhe kategoria e dytë, kështu që fillon play-offi, kështu që ato pikët do vendosin renditjen, kështu që normalisht do dalë më shpejt, sepse ka dhe interesa të tjera që e shty në vendimin nga ana e komisionit. Megjithatë, unë besoj që thjesht vendimi u shty, thjesht për të qenë më të sigurt për të bërë ato verifikimet e dura, pra nuk ka gjë për të shqetësuar nga ana e Devollit që pse nuk u dha një vendim direkt, është thjesht një procedurë normale, standarde. Dhe thjesht do bëjmë verifikimet. Një pak, domethënë edhe këta në juridike dhe më pëlqen që je si gjysmë juristi kështu për të folur për to. Tani fakti që Komisioni i Disiplinës thotë e mora në shqyrtim dhe sepse kishte çështja qëndron. Çështja qëndron. Mildim ndihmo. Dhe fakti tjetër që kishte shumë ekipe që tha komisioni nuk e mori në shqyrtim. Për çështje të tjera, më kupton ishte Tomori ka pasur raste të tjera, Byli si bëhet diun që ka pasur ankesa e Tomori e raste të tjera. Jo, nuk e di, por domethënë pash në vendimin që kishte nxjerr, theshte që për një ekip theshte që nuk e refuzoi. Tani kjo është pozitive? Pozitive, edhe unë në këndvështrimin tim besoj se është një çështje e fituar dhe nga Devolli, madje po të shikoje dhe në ndeshjen ndaj Maliqit, Byli si bën nuk e përsëriti të gabimin, që gabim në thonjza mund ta quajmë se. Jo, më ishte i qëllimshëm. Po. Edhe besoj se kjo të letë të kuptosh që në javët e ardhshme do të kemi një vendim në favor. Po do të besoj ke ide pse po flasim. Po diskutim, shpresoj që vendimi të jepet një satë më parë që të marrë një zgjidhje edhe klasifikimi përfundimtar të jetë që të dinë ekipet se si të vendosen, si të vazhdojnë zuri. Devolli duhet të mirë, qëndrojmë pak këtu, pastaj vazhdojmë në kritikat si Devolli që qëndrojmë pak te kjo. Ti si analizon? Mos u shutit kur po doli dhe do një vendim kundra, se varet si luajm ato karta. Po pak çudira ka këtu. Mirë. Nuk ka si. Po s'ka, mirë, kush e di si ka planin ai presidenti Byli. Nuk është gara ajo tani. Po se mirë, po çudit fare. Se kalojmë çështjen ne garë nuk jemi në epokën e sistemit. Ata ne se jemi në epokën e gurit. More këto letra që ka mund të shive tani dhe penaltitë në kulturë që kanë pasur. Se çuditë mund të ketë manipulime edhe këtu. Jo bre, s'ka se të ketë sistemi manipulime, po pati manipulime dhe sistemi. Ti do të thotë a ke ruan tani sistemi? Jo, më justifikojnë ata i futin lojtarët për plan arsye. Devolli, Romi po të them, Devolli të mbledhën mendjen, shikojnë ndeshjet e ardhshme se rrezikon nga kategoria, ato 3 pikët po ja dha Federata Legjaja. Mos mbajnë mendjen aty 2 pikëshin aty, po të shikojnë se po vetë situata kaq keq sa që nuk do ta fal kur ai qyteti se bie nga kategoria. Po jo, s'ka se si të bjerë. Por duke parë gjeshjen e ekipeve dhe këto 2 pikë janë pikë. Ato janë një frymarrje. Ato janë një frymarrje. Profesor, sikur ke për të marrë lek, ai mos e do t'i marr ato që kanë për të marrë. Po edhe vazhdon te pikjad. Jo, problemi është këtu që ato që meriton. Ne nuk po themi pa diskutim, ato janë një frymarrje për ekipin e Devollit. Ne mos e mbajmë mendjen atje tani, fiton ndeshjet e ardhshme. Duhet të ketë mendjen tek ajo që dua të them. Kanë ndeshje me Tomorin, kanë ndeshje me Gëlcyrën, janë 2 detyra shtëpie që duhen. Po prandaj po them se ajo që dua të them detyrë. Dhe ndeshja e fundit është me Maliqin. Me Maliqin, e di. Është mbilluar gjithçka për të bërë edhe në transfer lot me Eagle-in një kundërshtar relativisht që ka brenda domethënë gjithë, ha? Jo, gjithë ajo. Maliqin e ka jashtë edhe Eagle-in. E mirë me Maliqin jashtë si brenda është një lloj është ajo. Po, 2 ndeshje jashtë, 2 ndeshje brenda. Nga Maliqi Për sa i përket Maliqit, interesant do jetë ky dueli me Butrintin, pra besoj do të jetë një dueli luftuar ashtu si dhe me Orikumin dhe domethënë javën e kaluar ishin 2 ekipet, domethënë si Devolli, edhe Maliqi ishin 2 ekipet që ndalën ekipet pretendente me 2 barazime. Dhe besoj se edhe kjo do të jetë një sfidë e cila do të vendos. Butrinti do vi shumë i motivuar se ka një ndeshje më pak se Oriku dhe me 3 pika vendin e parë, kështu që do të ndeshje shumë e fortë. Po, me 3 pikë barazohet me Orikun dhe shkon drejt një finale absolute. Do të jetë një ndeshje për të parë, për të mos humbur. Natyrisht që edhe në kategorinë e dytë janë ekipe që nuk është se e bëjnë atë diferencën, të thuash që Oriku apo Butrinti i dominon kundërshtarët, pra kemi parë që her pas here bëjnë atë pas qop me Tomorin që mund Butrinti, por edhe barazimin e Orikut me Eagle në shtëpi apo
rezultate. Kështu që Butrinti në fushën e Maliqit nuk ka të supermacin që të thuash ky ekip dominant. Po të ndodhë. Por duket edhe fundi i tabelës përshqet të Shkumbini. Po, duke se kjo fitoria e Këlqyrës ka futur në një lloj paniku qoftë Shkumbinin, por edhe Igël dhe ndoshta edhe ndonjë skuadër tjetër e cila ka ato përshtyellimet e veta. Po besoj që i bën mirë kampionatit, pra nuk kemi ekipe ende të dorëzuara dhe do të ketë një garë sportive deri në fund. Të bukur. Okej, tithe deri në fund, por fundi erdhi dhe emisionit tonë. Pandush, falenderoj për opinionet. Brendan, faleminderit. Hildi, faleminderit. Petrika, faleminderit. Një falënderim shkon për kameramanat dhe teknikët që punuan me mua në studio, për në mënyrë të veçantë unë falenderoj të gjithëve ju që ndatë kohën me ne. Nga unë Roman Zifi, të gjithëve ju them një natë mirë dhe të ritakojmë përsëri së bashku tanë. Mos harroni në orën 20:30. Deri atëherë, mirupafshim.